Lulzim Veliu është emri i unitetit të shqiptarëve në Gjermani. Në drejtimin e tij Veliu ka arritur që të formojë bashkësinë e shoqatave shqiptare, e cila ka për qëllim unitetin e shqiptarëve në diasporë. Kjo bashkësi sipas Veliut është mirëpritur shumë mirë në Gjermani. Bashkia shqiptare në Gjermani nuk është asgjë tjetër vetëm si një kupolë e gjithë atyre shoqatave të cilat edhe pse janë pjesë e bashkësisë ruajnë pavarësinë e tyre. Mirë po me bashkimin e tyre në bashkësinë shqiptare, ato dalin më të fuqishme si në punë dhe aktivitetet e të ardhshme, në të ardhmen. Përkundër përpjekjeve të Veliut për unitet të shqiptarëve në diasporë, të cilët do të kontribuonin për shtetin e Kosovës, ai ka thënë se shteti i Kosovës nuk është duke bërë mjaft për ta. Madje vendimin e ministrit të diasporës Dadan Gashi për pagesën e sigurimit të automjeteve e ka cilësuar si turp. Më duket që këtu po bëhet shumë pak. Efekti bëhet shumë pak. Se para 2 ditësh me një takim ku ishin të 3 ministrat e diasporës u pyeten për prioritetet e tyre. Më vjen shumë keq çfarë prioriteti shpalosi ministri i diasporës Republikës Kosovës, zoti Dadan Gashi, kur tha se prioriteti i Ministrisë Diasporës është që pagesën për sigurimin e automjeteve do ta bëjmë online, edhe ky ka qenë prioriteti i Ministrisë Diasporës. Kjo është e turpshme, definitivisht është e turpshme, thuhet që është prioritet kartoni Gjelbër. Mërgata nuk është za 20 euro, apo 15, apo 50, sa të qofshin ato. Veliu ka folur edhe për planet afat shkurtra të bashkësisë. Ne jemi drejtuar qytetit të Düsseldorfit me një kërkesë që një rrugë ose shesh në qytetin e Düsseldorfit të bartë emrin e heroit tonë kombëtar Gjergj Skënderbeu, dhe pas një periudhe jo shumë gjatë kohore kemi marrë një përgjigje pozitive, që do të thotë se emri i Gjergj Skënderbeut është futur në rallë në institucionin për emërimin e rrugëve dhe shesheve në Düsseldorf, dhe presim që brenda një kohë shumë të shkurtë një rrugë ose shesh ta bartë emrin e Skënderbeut. Lulzim Veliu vlerëson shumë lart punën e artistëve shqiptar në diasporë, duke kujtuar një numër të madh të artistëve kosovar të cilët kanë arritur famë botërore. Veliu bën thirrje për një tryezë ku do të mund të bashkoheshin të gjithë shqiptarët dhe të diskutonin për aktivitete të ndryshme në diasporë.